penda e liçenit Pollates ose qendra multifunksionale, ndërkohë që sot janë pjesë e qeverisjes lokale, duke u munduar që t'i kopjojnë, dhe ky kopjem është bërë si kopjem i keq, edhe sot akoma s'kam përfunduar, ndërkohë që ishte dashur më u prish që shiriti sot prej dhe këtu projektet të ishin funksionale dhe qytetarët llapianët kishin mundësi që realisht të shfrytëzojnë këto projekte të cilat janë jetike. Nuk i kemi pa, normalisht që kur i kopjon dhe si ketuat, edhe kur ke folë shumë kundër tyre, është e vështirë që dalin edhe të... Kryetar, a i ke kopju projektet? Fillimisht, se duhet i marrë me radhë, a i ke kopju projektet? Po përkuna me kopju projektet. Mirë, e nisëm... Për me kopju, do të me ditë dikush me t'i thonë. Nuk i ka kopju, por ka pas eksperiencë si bërë. Dëgjëm, apo veç pak lidhna një tru me diskutimin e Amlet i bëj pyetjet me radhë. Kandidatit tam. Amlet i bëj pyetjet me radhë. Hajde në rregull, hajde që më dëgjoj. Punësimi familjar, tha që ka punësim familjar në politik. Ama thot një shembull, cilin? A ka punësuar Shpeti Mbulliçi dikon për këto 5 vjet familjar? Le të ma thojnë çdo. Se ka, se s'mujnë më ma thonë. S'ka. Një. Afera korruptive. Afera korruptive. A keni dëgjuar në aferë korruptive në Podujevë? O lidh ala dikush në Podujevë? A keni informat, jo? Për korrupcion e percepcion korrupcioni. Apo lidhet as po lidhet. Na, veç. Jam vetëm... Jo, e ke isha idejet për këtë punë, ishë më zë mërzit, ata kujdesën për një, ishë më sa një. Ma të nga këshin qinë të faqet pare, signala, që e në duar, ishë më zë mërzit në për ato, se a i mërë një vesh më nere. Po s'ka. Mungesa e ujë të pijes. A kanë mendua që Shpeti Mbulliçi mrena një mandati 5 vjeçar edhe ka me Boliçanin, edhe ka me shtri Gypin, edhe Ujësillsin edhe ka me Çujit atje. Nëse ka mendua kë kundër kandidat jam, po është nuk ka që s'kam pas pritje si gjithë qytetarët për arsye se... Qa ka po Shpeti Mbulliçi? Duhet me pritje. Shpeti Mbulliçi i kallëzon këti kundër kandidatit tem, që i ke pru Gypin, ose subjekti jëtë politike, ka pru Gypin deri në hymjet Podujevës fi 400, e në hymjet Podujevës e kanë gjitë fi 200, shën ja kam shel Gryken, e të fi 200 shën e ka qunë rezervar për fundizim qytetarve. Shpeti Mbulliçi pe ja prishat Gypin 200, pe ja qëtë 400, pe lidhë me 400, për pak dhe të besoj bot, pe lidhë me 400 për me furnizue qytetarën Podujevës me ujë. Atje të mjaftueshëm. Tjetër, ngrohtorja e qytetit. Ky e ka përmend ngrohtorën. Po ky se ka ditë konceptin që është bëhet ngrohtorja. Ngrohtorja bëjon e që tash. Në fillim të mandatit tash më kismet e bëj. Edhe kam program tamin. Po jo si programi tina. Sepse ky veç ka fol fantom ngrohtore se se din as çysh botër. Çka kum po për kandidatin tam, kundër kandidatit tam, nuk dia dal as del. Tash ja kum përgatit urgjencën e qytetit në Podujevë, është fenomenal. 1.7 milion euro. Që do në marrë me punue, i kryo vend punës atje. E ka mangat, që do në marrë. E dyta, po ja bëj polikliniken, jo spitalin, arta, jo spitalin Podujevë, po bot poliklinik. Sepse në spital në kanë thonë që nuk kemi kapacitet që mujë me marrë, se ka problem Prishtina me majtë spitalin, e jo Podujevë me të majtë spital. Po bojmë poliklinik, këme ja kryu tash vendin e punës, nëse do kjo marrë në Podujevë, tash kami pa kushtet fenomenal në Podujevë, vjen punan në Podujevë, mandatin tjetër, unë e pranoj. Rafshin profesionalistor është kategoria ronë? Jo, profesionalu si profesionist shëndetësore pranoj atje. Vjen Podujevë, kushtet këme ja kriju fenomenal, vjen punan atje, nëse dënë, në mandatin arshëm. Këto po bojmë për qytetarë, jo për ato. Po bojmë për qytetarë. Kështu që, nuk e dhja këme pas kundër kandidata jo. Unë nuk e dhja qa këme diskutu me këtë kundër kandidat nëse këm... Njerë ishim në studio, besoj që keme diskutuar, në shpak, më falë, për punësimet në politikës, se më shumë njerë. Thot, djali i Shpeti Mbulliçit punësot në qendrën e studentëve. Ata shëroj, me qenë se këtë për të qaruar. Unë i kam, shiqa, 4 fëmi, kam 3 vajza dhe djali. Të gjithë fëmijët e mi janë me master, për mbyllur. Dhe tash, nëse Shpeti Mbulliçi qenë ka kryetar komune, fëmijët e mia duhet me najtë në rruga qa? Fëmijët e mi s'kanë drejt me konkuru në institucion publika? Pse unë jam kryetar në Podujevë? Qendra studentëve nuk është kompetencë tame. Qendra studentëve është Prishtinë. Për këtu jemi për të qaruar. Prandaj, kjo është një naivitet jashtëzakonisht i lartë, sepse nëse duhet mu sakrifiku komplet një familje Shpeti Mbulliçit për një mandat, po e marrë shpejtimi këtë rast, po i një kryetari komune. Një mandat 4 vjeçar, se po du ka me majtë 2 mandate, 8 vjeçar, ose tjetër që ka majtë 20 vjetë. 20 vjetë me lonë komplet familjen, dhe unë ju s'kini drejt kërkun nivel Kosova asë më punësua shku. Marë se naivitet është kjo punë. Edhe një tjetër. Kosova është e vogël.
Dakord. Kupton? Dhe lidhje edhe po duhet është shumë e vogël. Dhe lidhje edhe mund të ketë. Mund të dikun me u lidha. Edhe një tjetër, me qenë se jemi këtu për të sqaruar çështjet. Zoti kryetar. Ka një pozicion publik. Një diçka tjetër që më shuhet, thotë djali i shoferit punësohet infermier i shoferit tuaj në CKMF-n e PDI-s. Shumë mirë. E djali, ai shofer është e merr 300 euro rroga, duhet me myt atë shofer, çfarë më bë? Mos më halon as djalin, as shiken, as gruan, as. Për arsye veç po du me di. Për shkruajnë njerëz se kanë interes. Dakor, po në rrofshin e këtyre shpjegimeve. Kemi pas një lloj averzioni të fuqishëm me nepotizmin e stërngarkum dhe premtimi që na është dhënë para vitit 2021 ka qenë më i shkëlqyshmi. Ka marrë like. Ka qenë familjarët, përdarsma. Dhe çfarë ndodhi? Praktike